Çfarë mendon për dashurinë? Ekziston dashuria? Sigurisht që ekziston dashuria. Ka një aspekt evolucionar. Do të thënë na ka shërbyer për të mbijetuar gjatë evolucionit. Po. Sepse dashuria çon drejt ndërtimit të një bashkëjetese edhe drejt ndërtimit të jetës së re, e cila është premisa pasaj për fillimin e familjes, për rritjen e fëmijëve. Dashuria shumë studime që përpiqen ta shikojnë në këtë këndvështrim e konsiderojnë si shpërblimin që njeriu jep vetes për të ndaluar së kërkuari njeriun e duhur. Sepse përndryshe do duhet të kërkonte pambarimisht, edhe nuk do të ishte efikase, sepse në vend që të kërkonte duhet të ndërtonte familjen, kupton? Kështu që dashuria është një shpërthim biologjik, është një shpërthim kimik mbi të gjitha, është një shpërthim psikologjik që shërben për ta shpërblyer njeriun, për ta bërë të thotë ky është njeriu i dur, edhe për ta ndaluar atë procesin e gjatë të kërkimit që mund të zgjas pambarim. Po, kur vjen ai duri nuk do kërkosh më. Tani dashuria të sëmur apo të shëron? Si ndjenj? Se ka njerëz që thonë mua dashuria më smur. Patjetër, ka në aspektin e emotional attachment apo tashimeve emocionale, ka shumë njerëz që marrëdhënia i bën të ndihen keq, sepse shumë prej tyre mendojnë se kanë frikë nga të qenit të braktisur. Ka shumë njerëz që për shkak të atashimeve të tyre emocionale në fëmijëri janë mësuar me faktin që të qenit vulnerabël është diçka e keqe që i ekspozon ata ndaj lloj gjërave të këqija, kështu që sa herë që një partner që mund të ketë frikë nga braktisja bëhet kështu, tenton të afrohet sa më shumë, ky partneri tjetër ndihet edhe më i rrezikuar, kështu që patjetër që ka dinamika që i sumurin njerëzit, edhe ndaj kemi terapi familjare, ndaj kemi terapi çifti, ndaj kemi terapistë që merren gjithë jetën domethënë trajnohen për të ndihmuar çiftet që sumuren nga dashuria. Kështu që për fat keq, po, dashuria në shumë raste të sëmur. Të sëmur.